qartë miqësor, dhe gjitha ambasadat në Bashkimin Evropian kanë bërë kërkesë, kanë bërë ambasadat amerikane dhe Libye, sepse është e papranueshme sot në vitin 2026 kur Shqipëria kërkon ta aderojë në Bashkimin Evropian të mbajë dhe konfirmohet që ka të vjen një rregullim për konstitucionale, nga ka referuar dhe prokurori kombëtar. Me numër 2318 regulori, numër 1633 elektronik 3/9/2025, ku personalisht e Pandeura ka shprehur vullnetin për të mbrojtur interesat nga avokatët Lutra Koma dhe Esmeralda Rama, apo Nergjonit. Atër gjykata me referim të dhejnë 351.1.3 të kodit procedurës penale e zhvillon të seancë ditore në mundjes të saj, duke konsideruar të pranishëm për sa kohë në seancë ditore ndrosh interesat nga avokatëve të zgjedhur në rata Nergjonit. Për gjykimin e kësaj çështje, referuar në trokët elektronike, zhvilluar në datë 2/4/2026 në orën 9:05 me numër shok unik 000340, numër sistemi elektronik 206, shtruk verifikuar si do bërë registrarët e Deva Dela atë. Ky shok të dokumentit në 2/4/2026 për dokumentimin e rezultateve të përkajës e shtatës. Pretendim falet në gjykatën në sekandë. Keni pretendim? Atër në program të parë, do presim të presimit dhe do mjën të katë njësore. Në lidhje me kërkesat poshta, ka patur kërkesë nga subjekte të ndryshme. Në të gjitha seancat gjyqësore që zhvillohen gjatë këtij gjykimi, po them do presim nga subjekte të ndryshme prezente në seancë gjyqësore, ku flitet për partitë. Në të gjitha seancat gjyqësore që zhvillohen gjatë këtij gjykimi, po them do presim gjatë këtij gjykimi. Gjykimi zhvillohet publik me dyre të hapura. Çka nuk kemi nevojë për kërkesë, por vetëm me vullnet të gjykimit të seancës gjyqësore. Pra shtetat që për shqipin gazetarë që kanë edhe gjyre, në çdo seancë gjyqësore duhet me vullnetuar në paraqitur një pak të nevojë për kërkesë të gjykimit. Djali, vazhdojmë jashtë, pak më shpejt. Pamje drejt për drejta nga seanca në themel ndaj ish presidentit Ilir Meta, i cili ka kërkuar që seanca e tij të transmetohet drejt për drejt.